Unë besoj se dallgët e detit do të shkojnë në shtëpitë të mbyturve e do të kërkojnë falje. Megjithse nuk besoj. Kështu, ky pelegrinazh i shoqatës shqiptare Iliria shkon drejt fundit, teksa ajo ndjehet më e fuqishme se kurrë. Pasi ka zhvilluar takime për mbrojtjen e bashkëdhetarëve në 20 kuestura, nga Cuneo në kufi me Francën e deri në Brindisi, pasi ka zgjidhur disa probleme dhe hallet studentëve, më në fund bindi edhe kuesturën e Romës për zhvillimin e këtij pelegrinazhi. Në sheshin Vittorio Emanueli III, manifestuesit ndalen, por pelegrinazhi do të mbyllet me përshëndetjet e oratorëve. I pari, kryetari Kosturi, konkludon se për herë të parë komuniteti shqiptar i tregon qeverisë italiane se nuk duhet harruar kjo ngjarje e 5 vjetëve të shkuara, por dhe lëshon thirrjen se odiseja e mbytjeve në det duhet të përfundojë. I themi familjeve të viktimave se jemi me ju çdo 28 mars. E drejta e juaj është e drejta jonë. Ajo është zhytur, por nuk është mbytur dhe nuk do të mbytet asnjëherë, sepse jemi bijtë e Shqipës. Jemi të destinuar për të fluturuar në qiellin pa kufi, pa Otranto. Ka rënë nata, bashkë me ndezjen e qirive të përshpirtjes. Kthehemi edhe një herë në zyrët e shoqatës. Pas 5 vjetëve, zoti Kosturi, një manifestim i cili tregoi diçka, patë një qëllim, nuk e di, arriti këtë qëllimi. Unë mendoj që qëllimi të manifestimi e arriti. Njerëzit emigrantët shqiptarë në Rom ju përgjigjen asaj thirrje që ne ju bëm për të përkujtuar tragjedinë e kanalit Otrantos dhe jo vetëm kaq, me fjalë pavarësisht nga pjesëmarrja se sa persona ishin, ne prisnim shumë më tepër njerëz. Megjithatë pjesëmarrja ishte goxha e madhe e shqiptarëve. Duke patë parasysh edhe koha sot ishe shumë e ftohtë, koincidoi, sigur dhe vetë koha kujtonte atë moment të vështirë që kaluan emigrantët në kanalin e Otrantos. U arriti të sensibilizojë opinioni publik mbas 5 vjetësh që thyej ajo heshtje që ka mbizotëruar në Itali për këtë tragjedi të tmerrshme që kanë pësuar emigrantët në kanalin e Otrantos. Emigrantët treguan me civilitet e denoncuan këtë akt barbar në emigrantëve, këtë akt që ishe kundër anti-humanitar. Dhe me inteligjencë kaloi gjithë manifestimi, i cili u prit për mendimin tonë mjaft mirë nga opinioni italian. Kështu që u informuan mbas 5 vjetësh, u rikujtua dhe ajo që është më e rëndësishme që vetë emigrantët shqiptarë u sensibilizuan për të përkujtuar, për të respektuar dhe për të kërkuar drejtësi për viktimat e kanalit të Otrantos. Dhe një pyetje tjetër, a mendoni dhe sa mendoni që kanë ndikuar tek vetë italianët, tek forcat e rendit, tek njerëzit që u ndiqnin në rrugë, sa kanë ndikuar ky manifestim? Opinioni u informua dhe domethënë unë mendoj që njerëzit që na pan ata pak njerëz, por edhe mjetet informacionit sot patim shumë se sa herë tjetër. Unë arrita të dalloj shumë fotograf me fjalë që i njoft të gazetave kryesore italiane, gazetat përditshme italiane. Dhe sensibilizimi ka qenë i vazhdueshëm, ka qenë nëpërmjet volantinëve publicitar, nëpërmjet letrave ku ne kemi komunikuar për 2-3 muaj rresht që të thyhet kjo heshtje, për arsye se atje vdiqën, humbën jetën njerëz që ndronin për një jetë më të mirë. Edhe mendoj që kaloi manifestimi mirë. Të lutem, o deti thellë, pse se ngre anijen lart? S'janë bandit e as rebel, por janë njerëz të pa fat. Kështu këndoi nëna Labe 5 vjet më parë, ndërsa këtë mars në Rom u këndua një këngë tjetër, ajo e shpresës e një jete pa tragjedi e cila të rret në çdo kohë. Jo më Otranto.